Javë më parë të dashur miq kam folur për minierën e Trepçës e cila kushton midis 1 dhe 2 trilion eurove. Asaj i ka përfunduar marrëveshja nga mbreti i Serbisë dhe Anglisë. Sot ambasadori anglez në Prishtinë u shpreh se do duhet të shkojmë në zgjedhje të parakohshme nëse Albin Kurti, kokforti, patrioti nuk lëshon veriun. Kështu, nuk do t'jenë zgjedhje, por duhet t'jetë referendum, të shitet veriu se nuk e duam ne, edhe nuk gjejmë dot neve aq miliona euro për të investuar dhe ta kemi pronën tonë, apo do duhet të huajt të bëjmë pazar, siç kanë bërë ndër shekuj, mbi pasurinë, mbi truallin, mbi vendin tonë. Ky është një test për ndërgjegjen kombëtare, dardane dhe shqiptare, ku fatkeqësisht Tirana zyrtare nuk punon pro qeverisë së Prishtinës. U hap ura në Mitrovic dhe Edi Rama nuk ka shkruar dot 2 fjalë. Le më të shkoj atje dhe të thotë ta pim një kafe në këtë Mitrovicën e lirë. Si janë zë goja, si janë bërë lobingje, janë paguar fatura mbi 186.000 euro duke lobuar Hashim Thaçi me Edi Ramën të shisnin Dardanin. Edhe e dini se sa miliona euro fshihet në një kartë Express Golden që këta politikanë tanë i kanë për bakshish? Dhe këtu qëndron e keqja. Ata janë transparent me harta në duar. Ta shesin, ne i votojmë edhe i duam kaq shumë. Fatalitet. Fatalitet dhe krime ndërgjegje ku sot të gjitha dihen.